E kemi pa që në fakt e ka nisë një farë rrugtimi për drejt UNESCO-s veshja e hasit. Ç'të ka bë mundje kjo, zotri Odaj? Po sigurisht që është një ndjenjë e veçantë, një ndjenjë krenarie, sepse sistemimi në raftet në oazat e UNESCO-s sigurisht është e arritura kulmore e jo vetëm e ansamblit, po e gjithë rajonit, e gjithë Kosovës. Ne po bëjmë përpjekje maksimale, titanike, bashkë me studiusit e rajonit hasit, bashkë me folkloristët, bashkë me ekspertët e fushave, jo vetëm të veshjes, po të gjithë etnologjisë, që ta plasojmë këtë veshje në mënyrën më të mirë të mundshme, ta bindim edhe faktorin relevant vendosës që gjej vend veshje hasiane pa dyshim në UNESCO. Ne jemi të vetëdijshëm se e kemi vështirë sepse nuk jemi pjesë e UNESCO-s, ne nuk jemi ende, Kosova nuk është ende pranuar në UNESCO, kjo është një vështirësi në llojit vet. Mirë po, ne do të bëjmë përpjekje që nëpërmes të institucioneve, nëpërmes të organizatave jo qeveritare, pse jo edhe nëpërmes të institucioneve të kulturës Shqipërisë të arrijmë deri atje. A mendon se tashmë ëndra shumë brezave për UNESCO është më afër se kurrë? Po besoj që po. Po besoj që po, janë pjek kushtet gjithë ky rrugtim, gjithë kjo paraqitje nëpër skenat edhe ndërkombëtare të ansamblit malsorit, të kësaj veshje, të kësaj uniforme unike. Unë besoj që ka zgjuar interesim të jashtëzakonshëm edhe te ekspertët ndërkombëtar. Sigurisht, ne kemi një ftesë që këtë vit marrim pjesë në një festival prestigjioz në Zvicër, ku prezantohen vetëm veshjet botërore, edhe do të jemi pjesë e saj. Sigurisht që aty Kur do mbahet ky festival? Do të mbahet diku në gusht, në gjysmën e gushtit deri në fundin e gushtit. Ne do të jemi atje për ta prezantuar veshjen në mënyrën më të mirë të mundshme.